Faleminderit zonja Nano. Tashmë ju keni një eksperiencë 5 vjeçare në drejtimin e atij institucioni dhe ai institucion u themelua bashkë me trupën që jeni ju, që mbaroi mandati, keni krijuar pra një eksperiencë, ju thatë që 95% e vendimeve është marrë me konsensus të plot, unanimitet madje. Ka motive pse është ndërtuar në këtë formë, pse është me shumicë cilësuar, është një moment garancie edhe i palëve në proces, ndërkohë duke respektuar hapësirën dhe kufit që vendos ligji për atë që asgjë të shkojë përtej kësaj. Unë doja të dija çfarë ka nevojë Komisioni Rregullator në gjykimin tuaj për të forcuar kapacitetet e tij për të qenë vetë funksionues, për të jetë sa më pak i varur nga, po themi, nga iniciativa që vijnë nga komisioneri shtetëror. Pra, juve në rregullatori ju mund të miratoni aktet vetë, pra ka nevojë rregullatori për që të ketë një lloj autonomie të tij në bërjen e kryerjen e kësaj detyre. Një e dyta, si mendoni ju është raporti mes rregullatorit dhe komisionerit dhe kasit, pra ka çështje të cilët duhen sqaruar në gamën e kompetencave që kanë, sepse një organi është KQZ-ja dhe nuk mundet që një strukturë e caktuar më pas të bëhet motiv për mos funksionimin e organit në tërësinë e vet. Dhe e treta, ju përmendët raste që ka patur ankime ndaj vendimeve tuaja, me sa kuptoj në gjykatë, apo jo. Dhe gjykata ka marrë në gjykimin tim ka marrë përsipër një rol antikushtetues që të miratoj akte të cilët janë vetëm kompetencë e rregullatorit, vendosin norma, të cilët gjë që nuk mund ta bëjë dot asnjë lloj gjykate. Domethënë edhe gjykata kushtetuese nuk ka fuqinë që të vendosë normë pozitive. Çfarë mendoni ju në lidhje me këtë? Pra, sepse nëse bie rregullatori dhe është thjesht një hap formal, mund të jemi përpara nevojës për të parë edhe një rikonceptojmë dhe një herë mënyrën se si janë ndarë funksionet brenda krizës. Pra, këto momente nëse mund të shpjegoni çka. Atëherë, sikundër unë e theksova më herët, unë thash 95%, po mund ta çojmë në 98% të vendimeve, se ne kemi rreth, në mos gaboj në këto 5 vjet, rreth 150 vendime, 148 vendime, 2 udhëzime, le të marrim 3 ankime dhe vlerësojmë tash sa përqindje tyre janë ankimuar. Lidhur me vimësinë, padyshim është vlerësimi juaj, por unë mund të bëj